Policëve i kanë hequr ushqimin, rreth 100.000 lekë. Ata sa e morën? Prit, ja kanë hequr ushqim, ja kanë vënë në shtesë 100.000 lekë, po ky 100.000 lekë që tatohet. Po pse me ile me nën punë si tanto punojmë ne? I gjet 20.000 lekë shkej 100.000 lekë. Pra praktikisht ja kanë ulur. Nuk e di atë pëlqeu, thjesht më duk pikante. Jo, bëre shumë mirë që e the. Domethënë i kanë hequr 20.000 lekë, se po tregojnë ata 100 merrshin ushqime, tani i marrin rrog dhe në respekt gjithë atyre që lagën shije lodhen. Por domethënë në sa vakte ndahet në 25 vakte, ky 100.000 lekë tash ti ja i dhe një javë hoqe, një javë buk i kequr, një javë buk policit. Po pra. Tani kjo është skandal, qofse është kështu. Është në kapë rrugë, kanë vetë se shohim që jemi zë. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, me këtë që tha Rexhepi, drejtoria e përgjithshme nga Xhepi, është shqetësim real. Po e kam gabim vjes domethënë. Të reagoj se ç'është kjo nga 100.000 lekë i merr dhe 20.000 lekë. Ja me ata ton ke rrogat ato. Të reagojnë, domethënë dhe Ministria e Brendshme dhe drejtoria e përgjithshme për këtë çështje. Tani kjo pjesë ishte që domethënë në respekt atyre që punojnë të gjitha, po një policë merr atributet e mbigjyqësore, domethënë të dënon me burg një policë qarkullimi aty direkt me një cop letër, domethënë kjo është e tmerrshme dhe e frikshme. Sepse unë mjafton të rekrutoj, po xhiroj gjithmonë logjikën mbrapsht. Folëm respekt për punonjësit që punojnë të gjitha, unë mjafton të ndërhyj ose minë rekrutoj një policë dikë që e ka minat, mbaj tërë ditën kontroll, u parkua diku keq. Do marrësh një buk, do ndalosh një moment. Iku në burg. Është jashtëzakonisht e tepërt, po e tepërt. Tani çfarë problemi ka kjo puna burgut? Kjo puna burgut ka edhe gjë tjetër. Mosvall duan të ndalojnë protestat e qytetarëve. I bie që me këtë teorinë e burgut, që tërë ata zëtoristët e Athinës që bllokuan rrugën në autostradën do ishin në burg. Me gjas po. Me këtë lloj legjislacioni. Pjesa tjetër për mua që është më e gjerë që duhet trajtuar, nuk kemi pse i hedhim as policëve as qytetarëve ngarkesën dhe mishmashin që ka bërë bashkia në qytet. Nuk ka marrë masa për qarkullim, nuk ka marrë masa për zgjerim në rrugëve. Mirë bën që ndërtohet, Tirana zhvillohet. Zhvillimi është diku mirë, diku çka, diku shumë keq. Po për këto hingat e autostradave, kush më bëjësi? Që bëhen të pandrejshme. Se i këtu dhe ndërtim gjitur aty. E bën Durrësin me 6 korsie dhe shumë mirë që e bën, po ai 6 korsie do vi prap si punë shishes. Në Tiranë hyet me 2 pastaj. Kur hyet për në dalje fare me 1 fare aty kur del. Kështu që ç'vlerë kishte kjo 6. Pra gjithë këtë çrregullim, mos marrë masa për parkim se të lutur mësh nuk janë qytetarë tani që parkojnë dysh. Dysh parkon një rrugaç vagabond që nuk do llogarishtetin, që nuk themi që gjithë qytetarët janë të tillë sepse ka zotëri domethënë. Qytetarët që e njohin ligjin dhe respektojnë. Një edhe gjë për momentin, hajde ndahet i kanë ndaluar për momentin. Po i patën zonë rrugën ke ambulancën. E lagjës. Aty, ose ke spitali. Spati vend ke spitali e parkoj dysh, do çoj tjetrin të smur. Si në burg, jam totalisht kundra kësaj. Mbështes teorinë që tha Ervini, po jo direkt me këputje maksimale të gjovave. Pa isën me laptopa policët, e ke për herë të parë, po them 30.000 lekë, të doli dyta 300, e treta 900, e katëra e tjetë 100.000 euro mjeti. Aty pagu një 10 që ta nxjerrësh, e nuk e bën më. Por ndërkohë duhet marrë masa dhe madje kur është ngrit problemi i qarkullimit, një nga propozimet që kam bërë dhe paktën punojës të qarkullimit të Ministrisë ishin, që duhen ullur në mënyrë drastike parkimet me pagesë. Jo flas për parkimet në taksore, për parkimet që i administron bashkia. Sepse ulja maksimale e atyre do të bënte që qytetarët domethënë ta kishin më të lehtë parkimin, të gjenin vend parkimi. Sepse ato zona ngelen o të mbuluara, o të zbuluara, se nuk la mendje 2.000 lekë parkoj tërnatën atje, domethënë ke pjeka e parkimin, për nëse e ul këtë se ti nga një ani do të ardhur, e ke zënë tërë qytetin. Nga ana tjetër i thua mos u parko dysh, shkurt jam kundra me këto argumente që thash, nuk jam fare dakord dhe ti vën gishtin kokës, se mund të ketë vetëm konotacione negative. Pastaj duhet të fishuar si kapacitet policia. Se duhet një polici gjyqësore se ajo duhet bërë me vendngjarje, ti do vërtetosh cila makinë u bllokua. Do po gjën. Pastaj kush na që nga e rëndësishëm, kush është i rëndësishëm, kush ka edhe diçka tjetër, duhet hetohet kush është shoferi. Sepse pronari i makinës mund të jetë jashtë territorit të Republikës. Po makina në qira, si bëhet, bravo, shumë e bukur. Pas ka hetim kjo, do hetohet shoferin kush e ka dhënë. Po përse do nisë kjo punë, do hetohet, ky është problem. Pa kalprime procedurale. Mos bëjmë kështu, e tham drejtori i përgjithshëm dhe burrat i shkojnë brava. Drejtori i përgjithshëm
Këtë bën ligj, ky është problemi tani. Po pikërisht pra kështu nuk duhet të zgjidhet me 85 vota. Po kështu për neve Po si diskutojmë ligji ligjet që energjisë që kanë vetë njerëzit edhe 74.000 euro, 80.000 sa merr ai tigri, pantera aty në Vlorë që nuk diset. Edhe tjetër për 3.000 lekë shkon brenda tani nuk burg, ç'është kjo burg? Po burgu ka koston një taksa duhet taksat e mia. Mirë, ne folëm pak ditë më parë edhe vetë kryeministri tha që kemi problematik shumë me burgjet, shumë të burgozur. Tashti me këtë ne synojmë ti të gjitha burgjet e BE-s që janë bërë për shqiptarët jashtë, të paktën këtë e di mirë, i kemi populluar me shqiptar, prandaj nuk financojmë. Edhe para nuk jam shumë dakord që financojmë për burgjet, financojmë për shkolla, për gjëra tjera, për spitale. S'ka për kaq shumë burg. Është problemi. Të gjitha burgjet që janë financuar një burg tjetër para pak ditësh. Po pra, mbyllen di hapën Shqipëri. Se ja bëjnë jetën të lehtë qytetarëve. Bën letë kurse këtu po janë nxjerrë jetën. Po, heqim familje nga puna, heqim gardianët që. Sepse po e marr një rast teorik. Personi po çon fëmin në punë, në shkollë. Po. 2 minuta ndalon, është boku. Mund t'i çajë aty gondë, nuk kanë lëviz dot më mjetin nga aty. E bokohet. U kry vepra penale, ai është një i punojës. Po dënu me vendim penal, ai do lidhet vend e punës. Dhe nesër do të detyrohet që të emigrojë. Jo, më ta kthejmë një oficer policie, po ikën për ngjarje, i plasi goma. I plasi goma ngjarje. E la makina aty me taksi, ka ndodhi vrasje. E la makinën, mori taksi, shkoi për punë aty. Tash ta fusin burg që lahet makinën ndyshe aty. Pra kemi shumë. Dojtohet pra ka shumë hetime, është ngjarje, kush ishte shofer, si hyni. Është tepër mbi të tepërt atë. Është tepër mbi të tepërt. Unë ngre flamun e kuq me njërit e mia aq që kam domethënë. Nuk besoj se qytetarët janë. Jemi shumë dakord për ndryshimet të cilat sigurisht i vinë në ndihmë qytetarit shqiptar, i vinë në ndihmë lehtësimit të jetës sociale të një qytetari, sigurisht kërkojmë disiplinimin e të gjithë akseve rrugore, nga shoferët papërgjegjshëm, nga ata që ti paraprim planet urbane, treshe të tjera me radhë, por kur gjëja çalon diku tjetër, nuk do duhet të shkojmë godasim qytetarin se problemi është diku tjetër. Ata lacat me këto makina të cilët parkojnë si duan ata, 2, 3, 4 kur ka dhe vende pak më të gjëra siç është Tirana, ata për një javë kanë bërë shtypje, siç ka treguar historia, i disiplinon. Ne ndalemi tek një çështje tjetër. Të lutem. Patjetër mund ta shtosh Karanja nëse ka diçka, patjetër, ndjes. Duhet kemi parasysh diçka, duke qenë se kemi të bëjmë me vepra penale dhe jo administrative. Po, mbas në 30 funksionet e policisë gjyqësore, thuhet që çdo veprim procedurial duhet bërë nga oficeri i policisë gjyqësore dhe jo nga agenti. Jo nga polici rrugor pra ose. Po, do vi oficeri i policisë, pra duhet, domethënë, më kupton çfarë? Koha fizike që do të janë veprimet absolutisht pavlefshme kur bëhen nga jo kompetenti. Pra, sepse e thot në mënyrë qartë. Funksionet e parashikuara paragrafet 1 të bëhen kryen nga oficerët e policisë gjyqësore, pra jo agent, sepse policia gjyqësore ndahet në agent dhe oficer. Vetëm oficerët duhet bëjnë veprime procedurale. Okej, domethënë do të vi nga prokuroria, nga gjykata, duhet vi se agenti mund të përdoret si dëshmitar, po veprimet procedurale çekullim dërgor që s'do ja dalin dot. Atë kjo do i çojë drejt kolapsit, ose do rritet numra do rritet numri. Kam përshtypjen do ta ndryshojnë këtë. Prap, nuk do ta mbajnë shumë gjatë, ose do ta lënë një nen që nuk do ta fusë fare. Po jo, se kam për të dënuar vetë deputetët. Po, kam për të dënuar vetë ti. Nuk e kuvendit po. Po, s'fal, se kishte edhe një paragraf. Kur cënohen komsorët. Po. Tu kalu para parlamentit. Për trotuar jam dakord, po jo burg. Trotuar që zon rrugën. Sa Karanja është e bukur se te kuvendi, po te kuvendi janë gjithë deputetët që ose shkakton bllokim të rrugës për komsorët. Aty është rrugë komsorëve. Se është rrugë biçikletë. Po dha aty me gjop, në trotuar që na parkohen para shpallës. E ke vepër penale, po aty gjop më i ve gjop. Ta arrestojmë deputet në flagrancë, domethënë. Ta arrestojnë në flagrancë për shkeljen e rënd ligjit. Po. Kundravajtje për rrugore. Ne vesh skalojmë dot i lëna çfarë sa. Kjo është Shqipëria jon. Bën dhe ligje të mira, se ka dhe ligje të mira kodi penal. Të paktën për gazetarët në dukje ishte një ligj i cili i mbronte të paktën çfarë është kuptuar se analiza mund të jetë pak më e gjerë, i mbron edhe nga shpife, i mbron nga kanosja, nga dhuna dhe jepet një status gazetarit që për këtë media sigurisht është falendëruese nëse do të funksionojë e tillë. Pastaj nëse ka kleçka mbas sa historie, do duhet parë se historia çka nuk ka treguar në Shqipëri. Ndalemi tek çështja tjetër, të lutem më kalo pak regjia me shkresën e Niko Peleshit, kryetarit të Kuvendit sot, i cili kërkoi që mbledhja e Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve të shtyhej për sa i përket shqyrtimit të kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit dhe hapjen rrugës për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sot pra, përshtyerja e mbledhjes të Këshillit për rregullore mandatet dhe imunitetin në mbështetje të AQK, thotë,
si dhe duke marrë në konsiderat se në mbledhjen e parë të Këshillit të zhvilluar në 19 dhjetor, deputet antar të këtij këshilli kanë kërkuar që shqyrtimi i kërkesës së prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dhënë autorizimit nga kuvendi për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit ministrit zëvendës kryeministrit nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit, të lidhet me marrjen dhe vlerësimin paraprak të vendimit përkatës të gjykatës kushtetuese, duke vlerësuar se një shqyrtim i tillë synon garantimin e një procesi vendimarrës të plot objektiv dhe në përputhje me parimet kushtetuese me qëllim shmangjen e cënimit të parimit të sigurisë juridike dhe garantimin e rregullsisë kushtetuese të veprimtarisë dhe vendimarrjes kuvendit. Mbledhja tjetër do të thirrhet, do të njoftohet në një tjetër datë. Tani, sërish jemi në çështje ligji Karandxha dhe po nisë edhe me ju, ndërkohë që përgatitet Rexhepi për të analizuar edhe më tej këtë çështje. Dy kërkesa të ndryshme. Njëra që shkon në kushtetuese për pezullimin e Ballukut, që kushtetuesja ka të drejtën e saj ta shqyrtoj, ta rrëzoj apo ta mirëtoj si kërkesë. Dje njoftoi që ju duhet më shumë kohë, ndërkohë u shty mbledhja e Këshillit të Imunitetit. Tani kjo një tjetër kërkesë për arrestimin. Ç'lidhje ka kjo që ka shkruar kryetari i kuvendit në këto dy kërkesa? Ma shpjegon dot? Tash e para që kemi thënë dhe tjetër, po e them shumë shkurt. Kjo tregon edhe një herë ligjet që bëhen nga Kuvendi i Shqipërisë, ligje dopta, të cilët krijojnë konflikte kushtetuese, konflikt mas konflikti. Pra, nga një konflikt që do na lindi tek parkimi dysh, edhe kjo rast tregon për një paqartësi totale të mjeteve të kërkimit provës dhe të masave të sigurimit që duhet të shkohet në gjykatë. Në kuvend. Pra, për çfarë masa sigurimi duhet shkohet në kuvend. Pra, kjo tregon një herë, domethënë, edhe me parkimin, por që në Shqipëri bëhen ligjet brenda natës, bëhen shpejt e shpejt, të jemi në rregull me ndërkombëtarët, ndërkohë që jemi në rregull me veten tonë. Tani duhet të bëjmë një analizë të dyja kërkesave. Pra, kemi kërkesën e kryeministit që është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim dhe kërkesën e SPAK-ut drejtuar kuvendit për vendosën e masave të sigurimit me karakter shtrëngues, heqjen e imunitetit. Jo, duhet kemi parasysh imuniteti është kërkuar autorizim për arrest në burg dhe arrest në shtëpi. Dhe veprime procedurale, kontrolli banesës që s'ka as i vlerë domethënë. Okej. Të bësh i kontroll banesë që do ashtu e ke pastruar shtëpinë i 100 herë. Iku dhe vera, iku. Po iku dhe vera sepse ne kemi tash sa të presim sa prit gomar mbi bar. Por nga kush po e pije dhe vera. Tani diskutohet. Kryeministri i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të bërë interpretimin e marrjes së kompetencës, nëse është marrë kompetenca apo jo e kryeministrit duke pezulluar organet gjyqësore një ministër ose zëvendësues ministër në detyrë. Gjatë debatit gjyqësor, po të kemi parasysh, u ngritën pretendimet e palëve. U vure që gjykata që kishte caktuar masën e sigurimit nuk mori pjesë. Sepse gjykata shpreh gjithmonë me vendimin, nuk mund shkojë te një dhe në emër të Republikës, kështu që në emër të Republikës. Pra, domethënë, të dyja janë në emër të Republikës, domethënë dhe gjykata kushtetuese, domethënë kishte një konfundim dhe me drejt gjykata e GKK-s nuk mori pjesë me atë. Tani u diskutu nëse ka apo jo marrjet kompetenca dhe e dyta, janë marrë kompetencat e kuvendit për sa i përket masës së pezullimit nga detyra. Kjo është. Dalim për kërkesën për arrest. Kërkesa për arrest është tjetër objekt, është tjetër kërkues. Pra janë kërkues të ndryshëm. Këtu është kryeministri për marrjen e kompetencave, këtu është SPAK-u, i cili ngren pretendimin, do të bën kërkesën sipas nenit 288, nenit famshëm, nenit të gjymtuar, i cili kërkon heqjen e imunitetit për zonën Balluku dhe konkretisht për arrest shtëpi dhe arrest në burg. Tani jemi këtë kërkesa, thotë shiko të shohim të vendimin. Tani, pra, thot kuvendit shohim çfarë do thot kushtetuesja për pezullimin, pastaj themi ne për imunitetin. Këtë unë tash realisht nuk e lidh dot. Edhe u fal për ignorancën. Tani çfarë analizë bëjmë ne? Bëjmë analizën e parë. E pranoj kërkesën e kryeministrit. Okej. Shumë bukur. Vendosit thotë që GKK-ja nuk ka drejt ta pezulloj. Po themi. GKK-ja thotë duhet merrte autorizim në kuvend. E zëm. Shumë bukur kjo masa. Tani, që do bëhet me këtë tjetër? Se logjika e do tani, se deduksioni logjik thotë që shiko se po thanë ata të japin drejt kryeministrit nëse japin imunitetin. Këtu na çon logjika? Kjo logjik nuk ka. Neve e para herë ka një problem tjetër sepse nuk e di vendimi do jetë i zbardhur apo jo. Do jetë i zbardhur. Sepse nëse shpahet vetëm shkurtim vendimi,
sepse zakonisht shpallja është shkurtim, si fillim bëjnë shkurtimin e vendimit, pastaj deli arsyetuar mbas një muaji i gjithi. I biqen e të presim sa të vi i arsyetuar, sepse ai mund të arsyetojë, kanë afatet. 30 ditë kanë nga momenti i seancës plenare. Por pra nga shpallja. Nga shpallja kanë 30 ditë. 30 ditë. Pra ne jemi sot, domethënë jemi ndjeni që nuk është shpallur akoma. Pra kemi dhe 30 ditë dhe i bi që prokuroria që po heton një çështje penale është ngërç, sepse ka qenë në dhjetor që ka kërkuar atë. Po ikën janari, po ikën shkurti, po ikën marsi dhe tani a ka efektivitet ndjekja penale. Dhe mendimi im kush është, duke qenë se është vendosur masa pezulluese. Pra që në fillim prokuroria kur ka caktuar masën, ka kërkuar masë pezullimi dhe është vendosur nga gjykata, ka pasur parasysh parimet e proporcionalitetit. Pra masa në raport shkeljen me rrezikshmërinë e personit të veprës penale, rrethanat lehtësuese dhe rënduese. Duke pasur parasysh se zonja Balluku është prind, është prind që ka në varësi fëmijë të mitur, domethënë është pra shmuar drejtë, për mua pezullimi është i drejtë. Përballje personalisht nuk jam për mas arrest në burg. Pra nuk jam edhe sot për shembull, nëse jepet do isha i menimit të jepet një arrest shtëpie. Arresti në burg, domethënë edhe nëse domethënë kalon procedurë kuvende, nuk jam për arrest në burg. Siç kam marrë praktikën personale, në të rastit zotit Velie është tepruar me arrestin në burg. Siç veprohet dhe me qytetarët shqiptarë që po kalben burgjeve, për ne se po e themi për zyrtarët e lartë dhe po lëm jashtë dorë qytetarët. Siç po ngrem zërin dhe për atë nën kodit penal që do fusi qytetarët në burg, i vit burg, pra neve po i mbushim burgjet plot. Pra burgu duhet të jetë përjashtimor. Në një demokraci, depenalizimi tregon një rritje të demokracisë tek njerëzit, rritje të edukimit, sepse njerëzit nuk bëjnë më vepra penale. Neve konstatojmë të kundërtën. Neve i kemi mbushur burgjet plot me masa sigurimi represive. Prandaj, mendimi im këto dy masa nuk kanë, domethënë dy, duke qenë se janë, një është kërkues kryeministri, këtu është kërkues Spaku, me vendim që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Por duhet parë do ku vendi ti lidhi tani. Do ku vendi tani arsyetimi i vendimit, mendoj kjo ka rrit presionin mbi gjykatën kushtetuese kjo. E ka rrit presionin mbi gjykatën kushtetuese, sepse po ja le, domethënë, të gjitha sigur, domethënë, gjykata kushtetuese ka vetëm një objekt, pezullimin, nuk ka lidhje me këtë, me arrestin e kërkuar nga ana e Spakut. Pra ku vendi me këtë që ka bërë sot duke sigurisht le topin kushtetuese, që i thotë që shiko se kemi ty shpresën tani, unë them që çfarë do vendimi të marrë gjykata kushtetuese, si ta pranoj kërkesën e kryeministit, si ta rrëzoj, nuk ka lidhje. Pra neve duhet të jemi dhe parlamenti duhet të jetë i kujdesshëm, pra duhet edhe parlamenti duke qenë se ligjvënës, duke i dhënë mos vendos masën ekstreme për zonën Balluku, pas duhet vendos. Pra veti si kuvendi, do të thonë duke bën edhe për të tjerë, jo vetëm për Balluku, por për gjithë, që politika jon penale është që njerëzit mos arrestohen dhe jep vet. Ndërkohë që duhet parë dhe diçka tjetër, nëse bëhet për zonën Balluku dhe nuk bëhen për qytetarët, kjo nuk ka ku shko. Është premtuar një amnisti, duhet ta dalë. Nuk, domethënë ka qenë para vitit 3, jo do bëhet amnistia dhe nuk po del. Historia ka treguar që nga marsi nga prilli përfundon. Atëherë, nëse del amnistia nga marsi nga prilli, ministri i drejtësisë duhet bëjë një relacion të detajuar se janë mbushur burgjet shqiptare plot me shqiptar. Në vend këta qytetar, këta meshkuj vital të jenë në shtëpi, këta rrinë burgjeve. Kupton? Për ndonjë cigare ashash. Faleminderit Karanxha. Do rikthehem sërish. Rexhepi, se i bëri një shpjegim nga pikpamja ligjore. Në fakt edhe unë jam i mendimit që këto nuk konvergjojnë fare me njëra tjetrën, domethënë. Tjetër gjë është kërkesa e pezullimit, madje që të jemi ndershëm në strategji, unë e gjykoj, domethënë, e para njerë në një farë kuptimi zonja Balluku tregoi që është peshë e rëndë brenda qeverisë. Dhe ndoshta ato përshpëritjet konfirmohen, domethënë, jo po i ka thënë Ramës të marrë me vete, edhe sepse po shihet që po bëhet një luftë e madhe, luftë që nuk është bërë as për Samir Tahirin, as për emra të tjerë përpara. Dhe nëse është bërë në mbrojtje, është bërë shumë me delikatesë. Shumë me delikatesë, domethënë. Për shembull për Ilir Begjen që u dënua për shfrytërim fondesh europiane, gjë që s'mbyllësh dot, këto pjesa e pasaj këtyre desinfektime e tjera nuk u prek fare.
Tash në lidhje me zonën Ballogu, unë mendoj që taktikisht edhe stafi i saj nuk procedoi mirë, se kjo ndoshta arriti edhe le themi, më thonë se agresivitetin ligjor të Spakut. Qenë se ti nuk pranon largimin, pra edhe fakt kjo taktik u përdor dhe Marion Velin dhe ju shtuan, e kanë si duket ndoshta taktike timore.